Specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për dy shtetas të mitur, 16 dhe 15 vjeç, pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë u gjetën se si lëndë të dyshuar narkotike kanabis, që u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Gjithashtu 16 vjeçari drejtonte pale drejtimi një motomjet i cili u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin, KM 25 vjeç banues në Shkodër, pasi me motomjetin që drejtonte pale drejtimi, ka përplasur shtetasin, TH 71 vjeç, i cili po lëvizte me biçikletë. Gjithashtu specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori pasi dje në aksin rrugor Koplik Shkodër, automjeti me drejtues shtetasin LV është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin SZ. Pas kryerjes së veprimeve administrative, shtetësja LV dhe dy pasagjerë në automjetin e saj kryen kontrolle mjekësore në Spitalin Rajonal Shkodër dhe u larguan. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit IP 55 vjeç, pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Dhe SP 35 vjeç banues në fshatin Ura Shtrenjt, pasi u kap nga shërbimet e sektorit të forcës së posaçme Shqiponja, duke transportuar 11 metër kub lëndë drusore të prerë në mënyrë të kundërligjshme. Lënda drusore u sekuestrua si provë materiale. PZ 53 vjeç për veprën penale, shpërdorimi i tokës, pasi është konstatuar se kishte gërmuar në një sipërfaqe toke pranë banesës së tij. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër shpallën në kërkim shtetasin PN 24 vjeç banues në Shkodër, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj motrës së tij. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vaudeos referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin AK 59 vjeç, pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.